Kombëtarja U17 e Kosovës në volejboll po vazhdon garat në kampionatin ballkanik për vajza, i cili po zhvillohet në Pallatin e Sporteve Bill Clinton në Ferizaj. Pavarësisht rivaleve të forta në këtë turne, në kampin e Kosovës mbizotron optimizmi dhe dëshira për të dhënë maksimumin në çdo ndeshje. Përgjithësi i kombëtarës U17 Yll Kadriu, duke folur për Kosova Press, tregon se Kosova është përballë kombëtarëve me nivel të lartë, por theksoi se ekipi është përgatitur sa ka pasur mundësi dhe synon paraqitje dinjitoze. Kemi skuadra ose kombëtare që janë shumë kualitative, siç është Turqia, Malizi, Bullgaria gjithashtu. Po normalisht të shohim edhe Shqipërinë që ka një ngritje të mirë domethënë të nivelit. Moldavia mundemi me thonë që është njëra nga skuadrat që nuk e ka ndoshta nivelin shumë të kënaqshëm. Mirë, po megjithatë unë mendoj se përballë kemi kundërshtar shumë fuqishëm. Edhe ne si Kosovë mundues që të përgatitemi sa kemi pasur mundësi. E dim që nuk është e lehtë sepse kemi thash kombëtarë që kanë një nivel shumë të lartë, kanë përgatitje shumë gjata, mirë, po megjithatë po shpresoj që ndeshje pas ndeshjes edhe Kosova do të bëjë paraqitje të mira. Ai veçoi Turqinë si një nga kombëtarët më të forta në këtë grup mosh, duke i rikujtuar se është kampione bote. Me thënë drejtën, na e kemi ditë që kemi përballë kundërshtar shumë fort. Turqia është me shumë kategori është kampion bote. Kështu që na e kemi ditë që kemi përballë kundërshtar mirë, edhe pse me thënë drejtën vajzat tona janë paraqitur maksimalisht mirë ndaj tyre, duke parë edhe eksperiencën e tyre, edhe përgatitjet e gjata, edhe investimet e mëdha që bëhen. Ndërsa edhe Malizi është duke bërë paraqitje shumë mira, investime shumë gjata, shumë kualitare po ashtu të larta me trup, kështu që ne e dim që është e vështirë, jemi munduar atë sa mundemi, po kemi pas që kemi akoma nevojë për punë, akoma nevojë për grumbullime sa më të shpeshta që ndoshta të mund ta shpalojmë edhe kualitetin tonë maksimal. Kapitenja e Kosovës U17 Rona Emine theksoi se përfaqësimi i vendit në një kampionat të tillë është një emocion i veçantë. Pjesëmarrja në këtë kampionat po e përjetojmë shumë mirë, është një ndjenjë shumë e mirë me përfaqësu vendin tënd, është një ndjenjë që nuk përshkruhet, me shumë fjalë është një ndjenjë shumë e mirë dhe po mundohemi të bëjmë maksimumin nga ana jonë. Ajo pranoi se Kosova është përballur me kundërshtar shumë cilësor, por beson se ekipi do të vazhdojë të përmirësohet. Normalisht e kena ditë prej fillimit që kena kundërshtar shumë të fortë, jena mundu me qatë ditë sa kena pas mundësi mu pregaditën, po normalisht që niveli i Turqisë është shumë i madh, kena pas ndeshje me ta, po besoj që ndeshjet në VM kena me tregu rezultat më të mirë. Edhe volejbolistja Medina Bajrami u shpreh kënaqur me organizimin e kampionatit. Po përjetën atë për mirë, kushtet janë tepër të mira, jena të mundu të stërvit çdo ditë për më të mirën tonë, për me arrit. Na do të me pas angazhim më shumë, disiplinë edhe me bë pikë më të mira dhe më shumë për publikun. Kampionati ballkanik U17 për vajza po zhvillohet në Ferizaj në organizimin e Federatës së Volejbollit të Kosovës me pjesëmarrjen e Kosovës, Turqisë, Bullgarisë, Shqipërisë, Malit të Zi dhe Moldavisë.